Më vjen mirë që harmonia dhe vllazëria ndodhat akoma midis jush. Sepse ne jemi futur në 2026-ën si luftarak, entuziast dhe pa filtra. Mos u gëzoni kaq shpejt, jo. Në tavolinat tuaja janë vendosur disa zarfe për gjithë secilin nga ju. Në çdo zarf është shkruar një mendim anonim nga shokët tuaj. Për fat të keq, asnjë nga këto mendime nuk është i mirë. Kjo lojë nuk ndikon në renditjen e finales, por ju jep privilegj për mbrojtjen më të mirë. Goxha interesant. Aldi, le ta nisim me ty, me që ti je i ftuari special sonte, le të themi. Aldi, jo aq i fort sa po e nxirrni. Ta moj këtë se po na ardzohet. Me sa duket që kanë gjithë dakord për fitoren tate. Ka dhe kun? Le të lexojmë 3 emrat e të akuzuarve. Bernard, Fatos, Kesiana. Si fillim mu letësu pak puna nga kjo treshe, sepse do mendosha shumë se do ishte dhe Kostiani, me thënë realitetin. Por, tu marrë parasysh du të me vazhdu me metodën e përjashtimit, Pra është gënjeve nga 3 emrat? Jo. Prisja emër tjetër? Nëse do ishte Kostiani, do t'ishte ma vështirë, jo se sa është e vështirë. Kesiana nga marrëdhënie shoqërore që kena pas, nuk ma merr menja se ka ankesa se shoqëri dhe kena bërë dhe gjana, shumë gjana bërë, shumë gjimi bërë që kanë qenë suksesshme dhe kushënzori, dola vetë. Okej. Benardi nuk e di. Pse? Dhe Fatosi. Fatosi e ka këtë tipin se ndoshta do me dal diva haslla vetë, po nuk e menoj se mund ta ketë ta qasë. Nuk është se e mendon gjanë që po e nxirrni, a kupto? Okej. Do me thënë nuk ka ankesë po e nxjerr dikush. Me të vetmin që kanë pas bif, ka që Benardi. Ta them dhe jetë, të ishte Kostiani, do ma vështirësote shumë lojën. Watching from home. Do ma vështirësote goxha lojën. Po pritani, ti po bazohesh te Bernardi për ndodhit të fundit apo për një kohë gjatë? Se di që nga vera, për shumë, se kanë pas një marrëdhënie shoqërore të ngushtë e kështu, po nga 2-3 gjana ku menoj sa Benardi. Kestiana nuk ma merr meja, se veç me qenë një shoqe që i hedh gjitha bal, ta kuptoj. E kuptoj. Nuk ta them që albes prem, se e kam vujt vetë mbi kurrë. Atëherë, okej, në rregull. Në rregull. Ndërsa Fatosin e shpëton vetëm fakti se nuk është sa person se thotë e nxirrni, domethënë nuk është se hedh akuzë sepse ja bëni këtij se. Okej, interesante. Fatos, ke 30 sekonda mbrojsh veten. Atëherë para, duke nisur nga fjalia që është shkruar, unë s'para flas në atë mënyrë dhe e dyta unë flas shumë do e zhvilloja më shumë fjalin, jo po e nxirrni ju kështu. Plus unë s'kam pas ndonjë gjë me Aldin, ato që kam pas ja kam thënë dhe çfarë më tjetër, thjesht nuk jam unë, domethënë Aldi e tha shumë mirë dhe unë jam dakord me Aldin që nuk jam unë. Nuk flas ashtu, nuk kam gjë kundër Aldit, nëse do flisja fjalia do ishte më e bukur. Po tash më përshkruaj edhe mua se nga çka gjuan shqipe. Në rregull, Kesian, 30 sekonda. Unë mund të kem ato pa kënaqësitë mia personale me Aldin, që janë komplet jashtë pune, po se kam të shuar kurrë aftësinë e tij edhe të shfitoj sot, të shfitoj sot dhe meriton totalisht, kështu që absolutisht nuk jam unë, e tha dhe vetë. Okej, interesante. Bernard, ti je më i akuzuari nga të tre. Unë kam thonë vetëm fjalë të mira për të gjithë. S'kam ofenduar asnjërin. Ky As nuk kam thënë, po ofendim është, kur unë të them ti se meritosh ofendim vë. Si përfundim, ti hedh gishtin? Edhe nga argumentat, për shembull, edhe nga qetësia që kanë ato dy dhe Benardi duket pak si, kështu unë mendoj se e ka thënë Benardi, me thënë drejtën. Okej. E mbyllim tu atëherë këtë. Juria do vendosi për Aldin dhe të akuzuarit. Në rastet më Artemisa, mirë se erdhën. Mirë se të gjeta. Ta shohim çfarë kanë thënë për ty. E shohim. E ka fjalën e rënd, duket që xhelozon dhe është ziliqare. Wow. Wow. Atëherë, thrasim në gjyq. Kristel, Klea, Ema. Artemis,
Kush mendon që e ka hedhur gishtën e para të ty? Tani unë nga një përllogaritje që bëra në momentin që e lexova, ishte se u bë renditja e starsave. Po. Dhe unë isha e 7-ta në renditje. Okej. Dhe me një përllogaritje të thjeshtë tash kush mendon që unë mund ta xhelozoj për shikimet, për suksesin që mund të ketë, që mund të jetë mbi mua. Dhe nga ata persona rezultojnë që janë mbi mua Ema dhe Kristolli. Okej. Dhe nuk e di pse kam përshtypjen se këto fjalët janë të Emës. Interesante. Ema, ke 30 sekonda më mbrosh veten. Si që the dhe vetë, që nuk e për qatë në gjelozosh, kështu që unë nuk kam se ta shkruaja të koment për ty. Kemi pasur bife që kemi sheshuar, dhe nuk do doja të bija kaq shumë në sy që unë i kam thënë këto fjalë për ty. Kaq? Kaq. S'kam pse t'i jap më shumë për vëmendje. Çeja, 30 sekonda. Unë kam thënë dhe herë tjetër, nuk do përdorja termin e ka fjalën e rënd, do përdorja termin që ndonjëherë i banalizon pak më shumë se ç'duhet gjërat e kalon cakun, por këtë e kam thënë edhe para fytyrës, kështu që. Okej, e ka thënë. E vërteton. Mund t'i thush po? Nuk e mbaj mend me thënë drejtën, por nuk e Pa mbaj. thash literalisht para gjysmë ore. Para Mundet. gjysmë ore. Po. Okej, Kristel? Artemisa e di shumë mirë marrëdhënien që ne kemi pasur, sidomos në fillimet e Andales dhe që vazhdojmë ta kemi, kështu që jam shumë e sigurt që ajo dhe vetë di që nuk jam unë. Je kaq i sigurt? Ja, po. Vetëm për hir të marrëdhënies që ne kemi pasur, do t'i thoja kur ato fjalë. Interesante. Atëherë si përfundim, Artemis, ti zgjedh? Tani Klea nuk është një herë sepse nuk do bënte sens fare. Plus mënyra e shkruar është edhe ka, domethënë xhelozi, zili janë sinonimet njëra tjetrës e para. Njëra është çik më e butë, tjetra është çik më me konotacion më negativ. Unë verdikti im përfundimtar është që është Ema. Okej, interesante. Atëherë këtë gjyqje mbyllim këtu dhe të lejmë jurin që të vendosi për Emën dhe Artemisën. Çfarë kanë thënë për ty? Ka sjellje të kopjuara nga karakteret të tjera në vil. Wow. Interesante. Dhe ju thash që çdo koment do ishte aq i Deri në lezetshëm. momentin që ti mendon që këta njerëz nuk kanë më asgjë të re për të thënë, të surprizojnë, janë Wow. fantastik. Okej. Po jam shumë kurioze të dëgjoj emrat. Atëherë, emrat janë Fatos, Desi, Aldi. E bukur është që janë dhe çuna mër. Kjo është e bukur, se ti që ngolca do ishte pak më e pranueshme. Kush mendon ti, Blerta, që është më i naçori nga të tre? Për ty. Tani, unë kam patur debatet më të mëdhaja të mia dhe përballjet, do thoja, më të mëdhaja të mia në këtë vil kanë qenë me Aldin. Okej. Si dy personazhe që përballen fort. Por nuk mendoj që kjo është e thënë nga Aldi. Pse? Po se di, qofsha e gabuar, unë zakonisht funksionoj me intuit. Intuita e para më thotë që mënyra të shkruarit nuk është e Aldit, domethënë, më sa i njoh unë Aldin, po nuk mendoj që Aldi mendon që unë kam sjellje të kopjuara nga karakteret të tjera në vil. Okej. Kjo tingëllon shumë Fatos ose shumë Desart. Fatmirësisht i ke të dy, kështu që Në njëra tjetra do e marr. Një nga këta të tre që janë këtu. Po, a mund të dëgjoj unë një herë patjetër. argumentet pastaj? Do të dëgjojmë Fatosën në fillim. 30 sekonda Fatos. Atër Blerta, nëse mund të them shumë Po, gjëra serios. për ty, po pra serios jam. Nëse mund të them shumë gjëra për ty, e fundi që do thoja është që ke kopjuar dikë. As nuk e mendoj fare që ti kopjon dikë. Ti thua mendime troç, shumë pak vajza këtu thon mendime troç. Mund të ngjasosh pak me gozat e pa manuali që thon mendime troç, por prapë jeni komplet karaktere të ndryshme të treja. As nuk do e thoja kurrë që ti kopjon karaktere. Desi, 30 sekonda. Nuk ke shumë asetet të këqija, po unë se kam shkujt atë. Asetet këqija. Asetet të këqija në sensin si e mendoj unë, kupto? Se edhe unë ti kemi pasur plasje, po në aspekt me vilën, po unë s'kam shprehur kur ty që ti kopjon dikë se kështu ashtu, të kam thënë ti bën këtë, manipulon, e tërcimërci, po s'ka qenë kurrë e tillë. Pasqyrën e vetes tënde, po është Desi. Wow. Dhe ke të sigurt? Do ta dëgjosh Aldi? Aldi. Po. Po është Desi dhe? Unë mendoj se dikush që më dhan këtë argument është një person që ke pas kontakt me ta dhe e ka vurë sjelljen tonë. Ne që nga gushti që kena pas atë debati nuk më merr mend se kena pas ndonjë konfrontim me vë veç që na taku në vil ç'a bën si e kalove tash. Nuk e di. Kaq? Kaq. Ky më njeh shumë pak, ky që ka shkruar këtë më njeh shumë pak, se siç e tha dhe Fatosi, pavarësisht se mund ta ketë bërë për mbrojtje,
Këtu shumica e njerëzve dhe gocave dhe çunave ato çfarë duan të bëjnë shumë mirë është ta mbajnë mirë me të gjithë se ju intereson nëpër televotime, unë nëpër votime dhe nëpër sondazhe kam dalë në top 5 që me forcat e mia, kështu që gabim kush e ka shkruar, megjithatë do dal nga moda e gaforës dhe do them që është desi. Okej, interesante. Çfarë ka gabuar? Pra ti vendos që është desi. Është pak më deshakeq nga Fatosi, dhe Fatosi është pak skuq, po edhe desi. Skos. Dashake? Unë mendoj që këtë çështje t'ja lëm juris. Okej. Si çdo çështje tjetër. Qoftë e gabuar. Vazhdoj me gjyqin e radhës. Që kjo që lexova ishte pak e tepërt. Për mendimin tim. Lidhja po e vret si personazh. Kjo është një temë pak pikante dhe godet shumë thellë. Është kam qenë një rrezik shumë. Emri i parë nga të akuzuarit është Megli. Aldi. Klea. Unë mendoj që kam të lloj marrëdhënie me Bernardin, sa nuk do prisja që të bënin votime anonime që t'ja thoja. Megli. Kërkoj ndjesë juris për zërin tim melodioz. Me Bernardin e kam marrëdhënien edhe para vilës dhe nuk mendoj që do më ngelte t'ja thoja me anonim. Mos qaj, se seri është mirë, më shnet ka pështu dhe kësaj herë. Aldi. Unë mendoj se personi që e ka shkruajt atë ka shkruajtur me konotacion që ndoshta nuk e atë lirshmërinë ose jo lirshmërinë se të nal dikush më, po thjesht ndoshta do të ishe ma natyrën tane, po mos t'ishe në lidhje. Unë dakord jam atë, po nuk është se e kam shkruajtur. Përgjigje interesante. Shumë interesante. Jo, nëse e mendon thellë, Jo, zbulosh diçka. Bernard, çka ke për të thënë? Jo, më pëlqeu kjo që tha Aldi, por domethënë nga njerëzit që mua më kanë njohur përpara ka qenë Megli. Okej. Po, dhe mendoj që Megli mendon që unë kam qenë më interesant si personazh para kësaj lidhjes. Që më cool. Po. Pra, Është Megli. po e vendosë kishte Megli. Po. Je i sigurt? Sigur nuk jam unë, po Megli. Okej. Atëherë t'ja lëm juris. Po. Le të vazhdojmë me të lënduarin e radhës. Desi, çfarë ka thënë për ty? Desi, e urrekur mburret për lavilën dhe veten. Be fucking humble. Hungry chick. Hungry chick. Do t'i thrasim emrat? Lerta. Fatos. Shumë po të përmenet emri. Tregon shumë për Fatosin. Dhe Kristel, do t'i dëgjosh një herë apo do të Flas hedhësh? dy komente shumë të shkurtra. Ajo s'di anglisht e pra. Bravo! I don't mind it. Edhe sikur të ketë përdor Google Translate ose dikë nuk do e dinte fjalën humble, dhe ma me shkruajt fucking. Kristel, 30 sekonda. Tani unë gjithmonë ja kam thënë Desit që një nga arsyet sepse Lavila ashtu kosh është Desi, kështu që nuk do kisha kur arsye se thoja që ai mburret për Lavilën. Okej. Edhe nëse mburret, mirë bën. Faleminderit. Do më thënë është normale. Fatos. Okej, Fatos, 30 sekonda. Tani aty kishte shkruar, nuk është Jo, mburret, e urrej shumë që mburret për Lavilën, be fucking humble. Atëherë, ti mburresh për Lavilën është e vdekme. You should be fucking humble, you should. Më duket se e Po nuk gjeta. jam unë, nuk kam shkruar një gjë tjetër, akoma më të rëndë për ty. Lerta. Lerta? Unë do jem shumë shkurt dhe po jap argumentin vetëm për hir se duhet jap argumentin. Unë nuk do përdorja kurrë fjalën e urrej për asnjërin nga ju, nuk e kam shkruar kurrë dhe nuk do ta bëja. Okej, unë mendoj që është Blerta. Intuita jo sot më duket të shumë Ja, lart. shpirti im janë shumë lart. Do ta Ti shohim. nuk the më urren mua, urren që unë burren për Lavilën. Edhe be fucking humble ti flas shumë shpesh anglisht, gjys anglisht, gjys shqip, kështu që ti je. Është Blerta. Okej. Okej. Unë thënë t'ja lëm juris. Patjetër. Radhën e ka Ema. Ema nuk përshqet 100% në vil e shot të shkëputur dhe në thojza. Wow. Do jetë ai person që si them as mirëmëngjes, dukshëm. Interesante.
I thua mirëmëngjes gjithë o jenë, o i di. I them mirëmëngjes, por në thonjza është kjo, nuk përfshihet 100% në vilë, shoh të shkëput. Jo, të gjitha shkrimet janë në thonjza. Nuk është... Atëherë, 3 emrat e të akuzuarve janë Gjesi, Megli, Artemisa. Unë mendoj se është Gjesi, ratë parë. Dhe Megli nuk besoj sepse me Meglin kam kryer pak misik këto kohët e fundit dhe nuk mendoj se do ta thonte këtë gjë dhe më njeh më shumë se çfarë personi jam unë dhe se Pra ke krijuar misik këto kohët e fundit dhe mendon se do ta thonte? Se besoj që do ma thonte. Okej. Ndërsa para të nisën do mbinte me çekiç në kokë dhe nuk besoj se ajo do e shkruante këtë gjë. Do ishte akoma më e dhunshme në fjalor. Okej. Kështu që i qëndroj intuitës për Xhesin, po dua ti të dëgjoj një herë. Megli, 30 sekonda. Me të rëzi e dim që zëri jote është pak melodios. Unë mendoj. Shka mua nga i zëri se më përdisja për emën dhe sfida e musical. Gjithsesi unë mendoj që unë me emën kemi shumë gjashmëri se imi rafsh dhe dys në këtë vilë dhe mendoj që nuk kam shëdhem tjetër. Okej, Gjesi? Unë mendoj që unë e më flas në përditshmëri, komplimentoj njëra tjetrën, nuk mendoj që kam arsye për të thënë këtë që do ishte off ose ai ma tha nuk të mas mirëmëngjesi. Jo, e kisha në kuptimin mirëmëngjes që thjesht shkëmbejmë. Sa më bëj këtë se çfarë, thjesht mendoj që ne komplimentohemi, kur shohim ndonjë të bukur, flasim, nuk është se kemi një muhabet wow, shoqë të ngushta, të mira, po jemi okay në muhabet. Prandaj thash. Okej. Artemis? Po të qesh buza. Jo, tani në komentin që unë akuzova emën ishte shkruar që unë kam fjalën e rëndë dhe xheloze ziliqare. Përveç se nuk kisha dakord me dy të parat, për të parën jam dakord. Unë edhe me rrethin tim të ngushtë, edhe me rrethin tim të largët, jam shumë e drejtë për drejtë kur është puna për të thënë ato që unë mendoj vërtet, e mbase ndonjëherë dhe e teproj, kështu që jo, nuk jam unë kjo ema, sepse mund të kishte diçka më të rëndë se kaq. Super. Atëherë, t'ja lejmë juris. Fatos, paraqitu në sallë, urgjent. Erdha më në fund si quhet ky sa, ti quhet i dëshuar. Si pandeur. Ti rrezik edhe emrin tatë ke. Atëherë, rrezik dhe këtë kam shkruar unë për veten time, sa aq shumë kam shkruar. Duket sikur do të lëj në baltë në momentin e parë që jepet mundësia. Edhe mundet se në përfshatra shkoj unë, kështu që bal kam. Gjë që nuk është as pak e vërtetë. Njohin fare ata që kanë shkruar, po nxirri këtu ti shoh me sytë e mi. Atëherë, emrat janë Flori, Blerta dhe Juli. Absolutisht. Fatos, kujt ti vendos gishtin ti? Blertës dhe Florit, Juli vetëm nëse mos u prizon, por që tek ta të dy jam. Okej. Do të dëgjosh argumentet apo do të japësh pak më shumë? Tjetër argumente dua. Juli? Atëherë nuk mendoj se në një moment jetës do kisha nevojë që më nxirrte Fatosi nga një situatë, kështu që s'ka pse të them që do më lejmë baltë apo jo. Që prandaj ngri. Nuk e di për çfarë Fatosi vazhdon, ushqem vetëm me idenë që un kam diçka që mendoj, ose ka pasur një projekt bashkë me ty që më thëm që lëm baltë apo kështu. Edhe nuk është fare mendimi im që ti lë baltë dikë edhe kështu. Interesante. Lerda? Unë do i bie shkurt, do them realisht mendimin tim për Fatosin, unë e thash pak më parë në fakt. Unë mendoj që Fatosi do ta mbaj mirë me të gjithë, edhe bravo i qoftë, po nuk mendoj që është nga ata që të lëm balë. Është pak për interesat e veta vetjak, por nuk e kam shkruar unë ato që të lëm balë, s'është fare thënia ime. Okej, si përfundim? Fatos? Se dia mes Florit dhe Blertës, intuita e parë më ka thënë Blerta. Po dhe Flori e bën këtë gjë, kështu që Imi edhe nuk shlarë. Prita shikoj edhe një herë tek ashtu. To se mendoj mirë, se. Mendoj se dëgjuan gjithë. Dhe t'ja lejmë juris? Shkoj me Florin, hajde. Sjellëm në sallën e gjyqit Lorin. Përshëndetje. Si kalo? Mirë. Çfarë thonë gojët e liga për ty? Gojët e liga thonë që jam manipulator. Interesante kjo ide. Do shoh pak kush e mendon këtë gjë. Patjetër. Ti them unë emrin. Bernard. Blerta. Blert. Gjesi. Nuk u habita? Ja. Ca?
Apo për nga 3, apo kur specifik? Nuk e se mendoj shumë veta kështu që jam manipulator, kështu që. Okej, interesant. Mos e di thjesht. Do më thonë tresha që është goditma. Po shumë. Okej. Do dohet gjë mendime djerë. Patjetër. Gjesi, 30 sekonda, shpejt e shpejt. Unë ndryshe nga Flori mendoj që këtë e mendon gati më shumë se gjysma e vilës për Florin, kështu që mund ta kesh të gjithë. Okej, Bernard? Unë jo. Po që ta të gjithë, unë jo. Okej, Lerda? Po, nuk e di. As ty thuj. As unë se mendoj këtë. Jo, se më duhet një argument më i plot për hir të lojës, po unë me Florin kam patur shumë herë përballje. Edhe çka kam patur, siç ja kam bërë shumicës këtu, ja kam thënë përballë, kështu që nuk e di, po e lë vetë Florin vendosja jam unë as jam unë, se s'mendoj që kam ndonjë gjë për Po patjetër, prandaj Flori vendos që ti dëgjoj juve bazuar në eksperiencat që keni ju me Florin. Unë me Florin, siç kam pat me Aldin dhe me Florin, i kam përpatur përballjet e mia dhe çfarë do lloj gjë që unë mund të kem patur, qoftë edhe nxituar, ja kam thënë përballë, kështu që Flori mund të gjykoj vetë a jam unë as jam unë. Unë kam nuk e di se informacion zora time që kam 99.000 dhe një të keqe. E keqja ime që jam pa kokë derë. Dhe ku mendoj që kam drejt të shkoj deri në fund. Kështu që kush mendoj që jam manipulator, le ta mbaj deri në fund. Gjesi e mendonte, Gjesi është. Gjesi. Okej. Shkojmë te Juria. Radhën e ka Genti. Kendo. Po kënaqem shumë, ha? Me vërtet? Po çefi. E dhun. Kënaqem shumë me këtë lojë se po shoh gjatë gjithë kohës njerëz me shumë fytyra. Genti thot, se di pse ka ardhur në Andale dhe është 0 bashkëpunues. Dhe emrat janë Juli, Kesiana, Artemisa. Atëherë, kush mendon di Gent se ka thënë? Apo do të dëgjosh një herë mendimet e gocave? Nuk e di, unë jetë kam intuitën shumë të fortë, edhe du t'i dëgjoj herë, kam qef herë t'i dëgjoj goca. Okej. Vazhdojona? Jo, vazhdojmë nga Juli. Unë me Gentin kisha një sfidë ku edhe pse kishim disa mosmarrëveshje prapë na ndihmoi, domethënë dhe tregoi shumë bashkëpunim. Lajstrimet ka qenë shumë bashkëpunues në raport me ne. Fakti që nuk përshtatet nuk e bën atë jo bashkëpunues, kështu që unë nuk e mendoj fare si gjë, jam të shkruaj. Përgjigje e bukur. Denis? Unë mendoj që Genti është shumë i talentuar dhe Andale është vendi perfekt për të shpalosur talentin, kështu që nuk do ta thoja kurrë që nuk e di pse ka ardhur në Andale. Kurse për sa i përket pjesës 0 bashkëpunues, nuk e mendoj, por e mendoj, domethënë është gjykuar, është paragjykuar Genti sepse ka këtë natyrën paksa emocionale që preket shpejt. Okej. Por jo që nuk është bashkëpunues. Më duket se pas këtu fare. Kesian? Unë me Gentin kam pasur ca momente që kemi folur bashk, kemi një afrimitet, nuk e di pse duhet ta them unë s'jam unë, po gjithsesi Genti me intuitën e vet besoj që ti që s'jam unë. S'kam projekt tjetër. Genti? Do të vendosësh gishtin dikujt? Patjetër. S'ke ku të shkosh? Nuk është se du t'i vej gishtin, por thash intuita ime është deri diku e kam qef intuitën se është e sakt, edhe unë shkoj me Kesianën, sepse nuk është se kam folë shumë me Kesianën, nuk kam pas në komunikim, thjesht përshëndetje kështu, por nuk është se kam pas në bashkëpunim me punë ose diçka që kem një marrëdhënie pune dhe ta shoh se si. Edhe mënyra argumentit si që dha nuk është se dha gjë për diti. Okej. Pas ke intuit, Genti çaj ti në horoskop i fal? Jam me brinja. Çfarë, as ke intuit, pra. Atëherë e kalojmë çështjen ke Juria. Le të ftojmë Julin. Është më fani se Desi, thjesht ai e mbyt. Wow. Okej. Interesante. Kesiana. Blerta. Blerta. O Magdalena. Fatos. Produksioni ka zgjedhur sot të gjithë komentet e Fatosit dhe unë si idiotë shkova dhe thash Desi të kërkoj ndjes, ndoshta. S'ka gjë, familje. Juli, kush mendon ti se e ka shkruar komentin tot? Tani, Blerta dhe Kesiana nuk është se janë ai që brenda skandales edhe dramave që ka skandale sa mund të ketë qenë Fatosi, plus kjo është një fjali që e kam dëgjuar shumë nga Fatosi, që është shumë mirë, po Desi sikur të mbyt, sikur të merr pak energjinë. Që mendoj që është Fatosi. Mal qafshën Fatosi.
Të mbrohem i pari? Jo, do mbrohet Lerda e parë. Ky qeka pra, ky qeka. Unë mendoj që Juli, dhe e kam thënë Julit përpara se të bënte skandalen dhe shoqërizotit kam njerëz që mund ta dëshmojnë që është një nga vajzat më të talentuara, që bën për qeshur, shkruan në mënyrë fantastike, kështu që nuk mendoj që Juli bën më pak për qeshur se Desi. Asnjë moment. Janë të dy shumë fani. A ty thoshte që Jo, po, bën më shumë fani, po Desi Po, më falni, domethënë, je fani, nuk mendoj që të mbyt Desi, është një dyshe fantastike për mua në skandale, kështu që s'kam. Interesante. Fatos. Tani, Juli është fani, po mendoj që është nga ato fani që ka nevojë për një personazh që t'ja japi batutën dhe Juli e pason. Pra Juli ka comeback shumë të mirë. Po, mes të dyve, unë gjithmonë kam qeshur më shumë me Desi dhe mendoj që Desi është më fani dhe nuk do e thoja atë gjë. Për pjesën e dytë, po, jam dakord që Desi të mbyt, por nuk mendoj që ti je më fani se Desi. Okej. Unë e shoh shumë skandalen edhe më pëlqen shumë, po nuk është se kam vënë re këtë pjesën që Desi të mbyt ty, ndoshta se më pëlqen humori jot edhe nuk e kam thënë unë Juli, troç ma bebi, nuk e di çfarë. Juli, kush mendon ti se ne ka bë Atan? Fatosi. Fatosi, ja. Është investuar shumë te episodi i fundit që i tallën në emision. Baldushku. Le ta marrë këtë vendim juria. Letvi Kesiana. Ja ka masakruar emrin sot. S'ka problem, të falet se jeri. Tani ky person që ka shëruar këtë, duhet të ketë shumë lef edhe shumë smirëllëk brenda vetes që më vjen shumë keq, por gjithsesi. Mendoj që është skuthe, të afrojtur ka interes dhe shumë arrogante. Mendoj që ka kap qellin me dorë. Tani, ta kapte fjala skuthe, që vetëm unë nuk merrem me dramat e videos, tu më gjente zyra e socialit, duke punuar ose duke bërë një telefonat ose duke dalë duke takuar njerëz. Do të dëgjosh emrat pastaj të folësh? Nuk do ta komentoj një herë. Jo, do të dëgjoj. Kam shumë burti, ta komentoj me dy pjesë. Marr pravin tim. Atëherë. Okej, mirë. Kostian. Artemisa. Kristel, kush mendon ti se Rafën? Tani, për atë publikun e thash, për të afrojtur ka interes, të gjithë e din, publiku e di shumë, ka pas shumë situata që mund të afroesha me njerëz për interes, dhe se kam bërë sepse mund të bëj shumë mirë mjaftueshëm vetë, arrogante, e ka merituar nëse e ka ngrënë. Mendoj që ka kap qellin me dorë. Është bukur. E ke bu? Hajde dhe ti. Wow. Ndjesia ime brëndshme, mua nuk më gënjej asnjëherë, nuk më ka ndodhur. Nëse kam këtë lloj ndjesie që kam tani, domethënë, që është shumë e fortë. Kështu që unë 100% dhe me një zjarr të madh që vë dorën sipër është Kostian. Wow. Kostian, ke 30 sekonda për të mbrojtur veten. Patjetër, unë s'kam pasur ndonjë konflikt me Kristianën. E respektoj, skuthe që më ka bërë ndonjë gjë, s'ma ka fut ndonjëherë. Je i sigurt? Shumë i sigurt. Për pjesën dhe pastaj për pjesën e punës dytë për marketingu që unë bëja shumë korrekte, kemi marrëdhënie shumë të mira. Okej. S'kam pas asnjëherë asnjë lloj gjëje, domethënë, bëjmë rrugën me taksi bashkë, bënim atëherë, kështu që jemi dy nga njëjti qytet. Kostian, më keq akoma, Kostian. Sa e ke njohur gjatë rrugës me taksi? E kam patriot, po. Unë nuk prit se shtohen. Artemis, ke 30 E sekonda. para një herë unë gjitha komentet që kam bërë, vërtet jam shumë e drejtë për drejt dhe fjalët i kam të rënda, po nuk janë këto mbiemrat që unë përdor dhe epitetet që unë do përdorja kur asnjëherë. Okej. Plus, unë Kristianën nuk e mendoj skuthe, e mendoj që është bërë paksa i ka hyrë vetja në qef, por jo arrogante. Kështu që ajo nuk jam. Sidomos nga mënyra e të shkruarit. Super. Kristel? Unë dhe Kristiana kemi goxha një marrëdhënie të konsoliduar, kështu që edhe sikur të kisha gjëra edhe më të këqija se këto, Kristiana e di që nuk do t'i thoja kur para gjithë, por do ja thoja asaj vetëm as privatësisht. Si përfundim? Do dhe një tjetër. Sa duash? Shiko, dhe për Artemisën mund ta mendoja, po okej, goca, s'ka shumë gjëra, nuk e di. Do me thënë, do t'jem e mirë të mendoj kështu. Po vazhdoj të mendoj të Kostianin dhe me gjitha ato gjëra të mira që tha që i bëri mullar, nëse është ai, Po prapi big patriotët. Okej. Po hajt, po. Ikim. Po, juria, ju lutem vendosni. Radhën e ka ka? Klea. Erma Ona! Tani,
shive pak se nuk është normale. Nuk është normale për sot. Pretendon që është ros, por ndonjëherë duket e errët. Errët! Jam shumë e lumtur që nuk më kanë takuar në gjimnaz kur dukesha e errët në vërtetë. Ne e dim se kemi foto. Po gjithsesi nuk kam një emër, dua të shoh njerëz se kush janë pretendentët për. Ti them unë me gjithë qef. Të lutem. Flori. Desi. Juli. Desart, si guxove. Papers. Si guxove. Desi, pse je këtu? Letër. Kja di shumë mirë që s'do thoja kurrë para punës. Më kisha thënë çdo gjë, do thoshte ti po vdekum kam modest, po e vërtet. Po s'do kisha thënë ashtu kurrë. Mos kam shkruar atë, ti jeti shumë mirë, kështu që nuk jam unë. Okej, Flori? Pse nuk je ti? Për çfarë do të jem unë me një varg kaq poetik dhe them që Klea, Rozë dhe errët. Nuk mendoj që do futesh në këtë lloj fsharje për ty. Mos e vlerëso vetëm, edhe mund. Jo. Po nuk është kjo ngjyra për të prekur. Okej. Duket. Juli? Okej, unë mendoj që vetmja gjë e errët tek Lea është humori. Zëta nuk janë asë fjallë që i përzjetë unë Klea di shumë mirë. Edhe nuk do kisha kur fjallë këqija për të për Klea, ta i sondazhe Klea di shumë mirë. Unë mendoj që është Flori, e di që është Flori, mund të t'jap këto dy syve mi të bukur. Tani ti lej këtu dhe themi ja. Po çfarë do të mendosh jam unë? Është Flori. Çfarë do të mendosh jam unë? Po nuk jam e mërzitur, si ishte shumë. Jo, çfarë do të mendosh jam unë? Po sepse vetëm ti mund ta thuash ore që unë çfarë bën mendosh? Desi dhe Juli, nëse është Desi, Juli dhe ti e ti. Është shumë i qartë. Pra e ketë sigur 100% që është Flori? 100%. Wow, okej. Shpresoj Desart. Desart. Do t'ja lejmë juris? Është Artemisa. Ja lejmë juris, po jam shumë sigur që është Flori. Shkojmë te juria. Radhën e ka vendi i dytë në klasifikimin e njeriu të vitit. Kristel. Përdor njerëzit për interesat e veta. Tani, me intuitën time, kjo gjëja është nga një njeri i afërt imi, se një njeri që nuk kam asnjë lloj marrëdhënie në vit, nuk do interesonte shumë nëse unë do kisha përdorur për interesat e tij. Okej. Dhe e dyta, unë mendoj që është një njeri që ka pak të vështirë të ndaj anën marrëdhënien personale me marrëdhënien në punë. Se nëse ti ta ndash, ti e kupton që ne të gjithë këtu jemi për interes të punës. Dhe për interes të punës, një njeri i zgjuar shfrytëzon njerëz me potencial të mirë për t'i pasur afër vetes. Unë mendoj që kjo është përdorim. E dëgjove? Çfarësi? Po gjithsesi. Unë mendoj ose çfarë është shkruar, që është Aldi ose Ema ose Kesiana. Janë fiks njerëz që do të supozoj ato. Kush mendon që është pata e keqe? Si fillim, Aldin e përjashtoi. Pse? Aldi di shumë mirë ta ndajë anën personale nga ajo profesionale. Okej. Me Emën dhe Kesianën e kam pasur gjithmonë shumë të vështirë këtë pjesë. Të ndash shoqëninë me punën apo? Po, ndarja e shoqërisë me punën dhe gjithmonë kemi pasur përplasje. Por intuita më çon tek emri i parë që më erdhi sapo e lexova këtë pa e ditur fare kush do ishin, që është Kesiana. Kesiana. Interesante. Shumë interesante. Ema, ke 30 sekonda të mbrosh veten. Okej. Tani, unë do zgjidhja fjalë tjera për ta përshkruar, nuk di, domethënë, ç'a të them, po nuk jam unë. Ti e the edhe vet, që kemi pasur këto profesionale dhe personale. Kështu që nuk besoj se janë fjalët e mia, ti e di vet, pastaj këtë do zgjedhësh. Intuita jote ç'a do thotë. Kesiana më duket ka diçka për të thënë. Qa thot Kesiana shkret? Intuita të qëtë e unë, ndoshta se kemi pasur dhe ato që the diskutimet tona, mendimi jotë, se jam unë, ti e di vetë. Intuita të thonë aty ku të thonë, ndoshta. Qa ti thënë tjetër, qaj vetë. Aldi. Mendo se këto si... Fol mër kampion, fol. Mendo se këto si... do shkrush në ato fjallë. Mendo se unë do shkrush ato fjallë. Mendo se gjitha ato muhabete si mena dhe jashtë punën që kena diskutu dhe kena qenë goxha me konfidencë. Faktik të ma ke thënë mua, po s'mendoj që të ma thoje tani. Për festat e fund vitit maksimum do të përqafoja. Do të përqafoja kaq. S'ma merr meja se jeti një person që përdor njerëzit. Mund të kesh pas bashkëpunim me disa njerëz, po se mendoj se përdor njerëzit. Kesiana. Kesiana së përfundim. Totalisht Kesiana. Shkojmë te juria.
I pandërë radhës është Kostiani. Kosti, qa kanë thënë për ty mërbut? Mund të ishte bol më i lezetshëm nëse s'do ishte kaq negativ. Më jep emra, këta njerëz nuk do kem paqe. Direkt. Urgjent. Ti do luft, unë do ta jap. Ma jep. Benard. Aldi. Blerta. Kjo tregon shumë për mua dhe sa konfliktuale jam në këtë vilë, okay? Kjo tregon shumë për mua. Kostian, do të flasësh ti bari apo do të dëgjosh njerëz të flasin dhe të? Kam një intuit plus edhe nga mënyra se si është shkruar kjo letër dhe nga fjalët që kam dëgjuar lart e poshtë që mund të jetë Blerta. Sepse Blerta ma ka thënë pak kështu, domethënë si nëpër të mos i kaq negativ, mos i kështu dhe se di pse. Mos më jetë negativ. Po nuk jam burr, nuk jam, tash vafe lart e poshtë. Kështu që Aldi se mendoj. Nuk e di. Pra, si përfundim? A me Blertën, po të shi të gjënjë. Bernardin fare. Nuk dyshote unë e. Nuk dyshote. Bernardi do ishte tek fjali. Ta siguroj. Blerta, ke 30 sekonda të mbrosh veten. Si di se ta mbroj veten në fakt se unë mendoj me vërtet që Kostiani është shumë i lezetshëm, edhe është një nga karakterit më interesant të vilës që është zhvilluar shumë, sidomos kohët e fundit. Okej. Po negativ, unë të kam thënë që ti nuk duhet t'jesh... Nuk e ti, ta kam thënë fjallë negativ? Shumë në diskutime sipër, jo në debat. Mendoj që energjia mund të ishte pak më e mirë, po nuk mendoj që do shkruaja unë negativ. Okej. Bernard? Diskutime që kemi bërë. Kostiani tha unë do shkruaj i fjali, sepse atë kanë gjumë nga unë që kam shkruaj me i fjali. Okej. Po nuk është kështu, Kostian. Unë kam shkruaj për ty, po nuk kam shkruaj këtë, po. Dhe e vetmja gjë që nuk e mendoj për ty është që nuk është si e polë. Seriozisht. Kam bën Kostian. Po negativ. Negativi e shumë. Interesante. Unë me Kostianin ka disa kohë që i kemi rregulluar marrëdhëniet, po jemi bërë besties. Unë me Kostianin çdo ditë që i them ç'a mund të bëjmë diçka që ta fus në punë edhe fizikun e vet don fizikun tim. Nuk e di kur ta kam kërkuar unë këtë gjë, po okay. Në xhirime marr burse jo për ashtu, por s'do të çojmë për model. Kemi qenë në festival. Nuk e mendoj fare. Pra si përfundim ti vendos syrin Blertës. Po, Blerta. Wow. Okej. Shkojmë te Juria. Thrasim Meglin. Shumë overrated, Dembele, ma le të pak. Megli, shumë overrated, Dembele, and not as funny as everyone thinks. Haters! Haters! Kush guxon ka të Meglit të fjali? Haters! Unë nuk e di, por dyshoj që është Mrapsh. ose Kristeli, Po t'ja klish, kam thumë du. ose Gjesi, ose Desi. Absolutisht. Unë kam thua ata. Jam së dhëmë se ta thasë. E para, unë Dembele janë për gjëra që s'kam interes, ose njerëz që s'kam interes, edhe nuk dua të përfshihem. Fani, sërse mngeli që të ma vërtetojnë këta jam as jam. She's funny as fuck! Kamioniste jam. Nuk mendoj që është Kristulli, sepse nuk e përdor anglisht. Anglishta nuk është pika e saj më fort. Wow! Mos është artiste kanë thumë. Okej. Gjesin e kam në emision, edhe kam shoqë, edhe qesh gjithmonë me mu. O, tani qesh kot, ose se din. Provat e aktrimit e ka lutur goxha mirë. Gjithë juve. Kështu që unë do i besoja gjithë shkujt. Unë mendoj që është Desi, Okej.
Se duket dhe tingëllon si desi, po edhe nga qa pash sot pak vërdall pas sfidës së humorit, që ma bën të më të sakt dyshimin. Okej. Gjesi, ke 30 sekonda më mbrojsh vetëm. Kam qesh me Meglin. Vale të qesh. Vazhdimisht. Sa po më tha? Sa thema? Ka bëj, do me qesh. Do të më kaq. Okej. Desi. Kam qesh me Meglin. Wow, vazhdimisht. Nëse duket gjithë qesh me Meglin. Unë, si di pse dyshon të unë me Meglin, unë kam qenë gjithmonë me ty. Unë mendoj që ti je njerëzit më fani këtu. Dembele ti e the vetë je për ata çka ti nuk ke interes, unë e di shumë mirë, s'të kam kushtizuar kurrë për këtë. Ti e di shumë mirë, unë mendoj që ti je fane, nuk e di çka ke pas sot tek humori që mendon në këtë mënyrë. Nëse tjetër. Ai shkret ku kam mësuar shqip. Kërcoj bileta gjej. Asnjë nuk e ke shujtur. Po ta jap dhon qarimin tim. Tani, si shta dhe Megli unë s'jam se unë nuk di anglisht dhe nuk di që overrated do thotë mbi vlerësuar. Bravo! Po, jo, unë e para punës nuk mendoj fare që Megli është Dembele, se Megli ka qenë aty për mua gjithmonë edhe në gjërat e tjera që më kam kërkuar edhe jashtë pune. Dhe gjithmonë më ka shoqëruar në gjëra të tjera, kështu që nuk e mendoj fare që është Dembele, dhe mbi gjitha unë edhe unë qesh me Meglin, qesh shumë me Meglin. Me sa duket gjithë qesh kanë me ty. Por, prapse prapë unë mendoj që t'ja lejmë në dorë juris. Sot nuk e në hedhur kunja, pra e në hedhur shtiza, granata, shpata, shumë gjëra. Ftojmë Gjesin. Punon, e vërtet. Nuk i pranon kritikat. E vërtet është dhe kjo, po kush i pranoj? Po i vërteton vetës, po i vërteton aty që ka shkruajtur. Shike parë vetë se si jam. Po e s'ka nevojë për komentet e vërtet. Në vrike, jam edhe jam krenare. Dhe flet pas krave. Jam krenare. Dhe sot. Tani, mos e thoj tre emra, thoj gjithë flasin pas krave. Këtu nuk është se është një që është i mirë. Përveç Genti kuptoj që jes, nuk të qof. Vetëm timi ku im nuk flet, për ato tjerët i luajnë fen. Edhe më kanë folur, do i flas. Do apiteshe me emra që do thoja? Fare. Genti. Benardi. Dhe s'do ta besoni kur këtë fundit. Fatosi. Gjesi. Në rregull fashtimore, Fatosi nuk është. Qetësi. Fatosi nuk është. Ky është sigurt. Ti e di që unë kam filluar mos ta mbaj mirë me të gjithë. E di Fatosi nuk mendoj që është. Benardi s'ka dhënë kritik, me thënë drejtën. Sa më ka dhënë kritik. Okej. As Genti s'ka dhënë kritika. Po, përderisa Genti është këtu. Vani, unë tash Sa po e mbrojtë dhe doli. Nuk më mund këtë thënë, e kupton? Okej. Pas krave. Do t'i dëgjosh? Po t'i dëgjoj njëre. Hajde. Atos. Atëherë, Gjesi punon është e vërtet. Gjesi s'pranon kritika është e vërtet edhe nga njerëzit e saj të afërt. Qa i thot koka saj është pik. Por, një gjë ti e di që unë ta kam thënë dhe live dhe kështu që ti nuk flet për askrave, ti ta thua troç edhe... Ta marrë të për drejt, jo sa që bësë të për drejt. Okej, Bernard? Ne kam unë? Që ishte dhe jërë që kështë shkujtit? Se pas e shkujtit? Nuk është se ishte shkujt gjatë, ishte në replike. Unë shkujt një fjallë. Ti këtë përdore si argument. Shkujt një fjallë. Bernard i flet me primitivët. Kam vendosë bojnë njërë. Gur, grua, buk. Genti, mormik. Sa po mbrojtë dhe ja ku je? Shti që të them, unë jam fjallë pak, sa gjipe edhe vetë, ishe këtu. Por, unë do mundohem t'jem i drejt për drejt, pa tjetër. Se menoj se kam po. Mbaroj koha, Okej, mirë.
Jess. Shkoj me Gentin. Do shkosh direkt me Shkoj me Gentin? Gentin, nuk e di, do me Fatosin si kanë fol kur pas shpinës, për shkoj me Gentin. Okej, çam po bën përshtypje shumë tani është se sapo e mbrojtë Kenin dhe Kenin poshtë kamionit. Po pra po, sepse e qa thashë këtu, unë thash të janë të gjithë. E thash, ka ardhur Genti, ka marrë nga energjia të gjithë, është bërë dhe Genti si të tjera, Jo, mërë, si po. Ku mund ta fitu në ato energjie? Unë po ta fitja dhe... Po më shlidhe ka... Atëhere, këto mendime negative që janë të fundit, le ti zgjidhi, po prap, Juria. Juria dha verdiktin e saj, dhe pas pak, tu do të vinë vetëm ata që ishën më të zotët në mbrojtje. Më vjen mirë që ju shoh plot energji, sidomos në këto orë të vonë të natës. Erdhi leku, hapi syri. Patjetër. Lek paçim për herë. Por unë këtu kam një zarf goxha të lezetshëm. Shumë zarfa. Dhe ky zarfi mban aromë kati. Ky zarf do shpjegoj dhe do tregoj çdo gjë që ndodhi në sfidën e mesazheve anonime. Aldi, Klea, Kristel, Megli, Blerda. Energji. Ec. Super. Këto që shihni këtu janë të akuzuarit që kanë pasur mbrojtjen më të fortë që as Juria nuk ka mundur do të gjej. Bravo i qoftë. Bravo. Mesazhet tuaja ishin anonime. Por, në qoftë se ju keni guximin të shikoni akuzuesit në sy dhe t'i thoni të vërtetën, ju përfitoni 100 euro. Por kujdes, në rast se akuzuesi ka gjetur të akuzuarin, çmimi ndahet në 2 pjesë. S'po qeshni mua? Po fillojmë me Crystal. Crystal, a do ta thuash ti komentin tënd? Po, do ta them. Okej. E urrej kur mburresh për la vilën. Ti fucking hapa! E more vesh në sark mira. Desi. Çfarë ke për të thënë? Pas kam intuit me sa duket. Thjesht po në vlerëson mua anglisht. Shumë mirë. Okej, stop, mjaft. Crystal, shumë faleminderit. Paratë tua, 100 euro është jot. Të prete financa. Mund shkosh te tavolina. Mos na merr tavolinë. Megli, a do ta thuash ti komentin tënd? Po. Shumë bukur. Komenti im ishte nuk përshtatesh 100% në vilë të sot të shkëputur. Me thonjza. Unë fakt e dija që ishte Megli, po thash me vete më mirë me Megli se rregullohem me punë lekësh, kështu që Unë e më dhe ndaj për shmimin 50 Po i merr ajo lekët pra. Ishin çfarë dhe ndaj bash. Ema, s'ke asgjë për të thënë? Po jo se Megli më njeh mua dhe e din se Se kisha pra të lloj shkëputje për keq, kisha për mirë, që ti si ha. Akuzuesi ka gjetur Blertën. Blerta, do ta thuash? Po do ta them se unë mbahem si person shumë i drejtë për drejtë, do ta them poli tim të preferuar. Nuk e preferuar, po i lezetshëm. Do isha akoma më i lezetshëm nëse do i kisha një çik energji pak më të mirë. Shumë bukur. Blerta, te vendi jot te financa, e di vet. Thank you. Ke dhe goza rrugës, a? Ndaj menë. Po e le për fund se është e vogël. Mesina. Aldi, a do ta thuash ti komentin tënd?
Unë du ta them komentin. Po normal që du ta thosh ti. Dhe kam venos që shumën për 100 euro duhet ja baj dhurat Kristit me që doli në vend dytë. Kaq mundësi kam dhe për këtë gjatë desha me ta baj dhurat për vitin e ri. Nuk ka pse qeshja e lekëve. Thuaj komentin. Vitin tjetër, pa merak. Desha mi than Blertës që ke sjellje të kopjuara. Nga karakter të ndryshme. Hami se dhe fatosi, që mi thënë laka mua. Kjo është aftësia. Dhe unë desi më shpije. A më të shkaj dhënë të financa. Hami se dhe nga shfatosi. Shumë akuza. Publiciteti, që është fatosi, jetën gjithë munduar, mos të mërë me mua dhe të mërë. E shikon që se ke intuitën o shpirë dhe ke gabuar. Unë që kam da thëmë surra. Këtë drejt. Sortit e riu, mos të mërë me me. Mendoja që ishte Dixi. Vazhdojmë. Ai ishte kamuflim shumë i mirë dhe nga ana ime dhe mbrojtja ishte shumë e fortë, besoj. Jo, po nuk ishte artikulim shumë i mirë, sa nuk mendoja që e kisha thënë ti. Ka mundohem të kopjoj unë vin? Të mund të diskutojnë e veçma. 26. Okej, mirë. Ali, e di vetë, te financa. Pastaj te Kristëlli. Kristëlli. Ja, financa. Është dokumentuar. Qërali që e fejtë sfirë ratë djerë. Nga ngelur. Do ta thosh se është momenti im, pusha. Pusha. Nga ka ngelur dhe Klea e vogël. Klea, Pa. a dën ti me tregu e komentin tanë? Po, duhe me tregu. Tani për i parë se ta tregoj komentin, do them dy gjëra. Patjetër. 1, unë vdes për Mind Games. Okej. 2, vdes për Lora Fjallësh. Okej. Dhe 3, Benar mendoj që lidhja jote po shkatron personazhin tënd. Vetëm këtë ty s'kishe shku mirë. E di! Po më detyrosh 50 euro. E di! Tek me që do më japë. Ai more 50 euro. Do më japësh pastaj. Ai more 50 euro. Do më japësh pastaj te financa. Ai more 50 euro. Do lek ti prap. Me zgjuarsin tim. Me lekët. Okej. Bravo Klea për guximin. Faleminderit. E di vetë rrugën te financa? Wow. Se priset e merrni kaq mirë, sinqerisht. Mendova se do më vrisni. Ándale!